Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një nga vitaminat më të përmendura vitet e fundit, vitamina D. Ajo lidhet me imunitetin, energjinë, kockat dhe madje edhe humorin. Por pavarësisht se flitet shumë për të, shumica e njerëzve nuk e kuptojnë si funksionon realisht dhe kur mund të bëhet problem. Shumë persona marrin suplemente pa analizë, ndërsa të tjerë kanë mungesë pa ditur fare. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbisni përmbajtje që ju ndihmon të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Në këtë video do të shohim qartë çfarë bën vitamina D në trup, cilat janë benefitet reale dhe cilat janë rreziqet që shpesh injorohen. Çfarë është në të vërtetë vitamina D? Vitamina D nuk është një vitaminë tipike. Ajo sillet më shumë si një hormon që aktivizohet në trup dhe ndikon në shumë procese biologjike. Trupi e prodhon kur lëkura ekspozohet në diell dhe më pas ajo aktivizohet në mëlçi dhe veshka. Forma aktive e saj ndikon në mënyrën si trupi përdor kalciumin, si funksionon sistemi imunitar dhe si komunikojnë qelizat. Kjo është arsyeja pse efekti i saj nuk kufizohet vetëm tek kockat. Roli në shëndetin e kockave. Një nga funksionet më të rëndësishme të vitaminës D është përthitja e kalciumit. Pa të, edhe nëse konsumoni ushqime të pasura me kalcium, trupi nuk e përdor siç duhet. Kjo me kalimin e kohës mund të çojë në dobësim të kockave, rritje të rrezikut për fraktura dhe probleme si osteoporoza. Kjo është arsyeja pse nivelet e ulta të vitaminës D janë veçanërisht problematike të moshuarit. Ndikimi në sistemin imunitar. Vitamina D luan rol në aktivizimin e qelizave që mbrojnë trupin nga infeksionet. Kur niveli i saj është i ulët, organizmi reagon më dobët ndaj viruseve dhe baktereve. Dhe infeksionet mund të zgjasin më shumë. Kjo është një nga arsyet pse shpesh përmendet gjatë sezonit të ftohjeve dhe gripit. Lidhja me energjinë dhe humorin. Receptorët e vitaminës D gjenden edhe në tru. Mungesa e saj është e lidhur me lotje të vazhdueshme, ulje të përqendrimit dhe humor më të ulët. Edhe pse nuk është shkaku i vetëm, niveli i saj mund të ndikojë në mënyrën si ndiheni gjatë ditës. Mungesa e vitaminës D, një problem shumë i përhapur. Shumë njerëz kanë mungesë pa kuptuar. Kjo ndodh sepse kalojnë pak kohë në diell, jetojmë në ambiente të mbyllura dhe përdorim mbrojtje nga dielli. Por problemi është se mungesa nuk shfaqet menjëherë në mënyrë të qartë. Ajo mund të ndihet si lodhje që nuk kalon, dobësi muskulare, infeksione të shpeshta, ose thjesht ndjesi se nuk jeni në formën tuaj më të mirë. Kjo e bën më të lehtë për t'u injoruar. Rreziku që shumica nuk e marrin seriozisht, teprica. Ndryshe nga shumë vitamina të tjera, vitamina D nuk eliminohet lehtë nga trupi. Ajo është e tërheqme në yndyrë dhe mund të grumbullohet. Kur merret në doza të larta për një kohë të gjatë, mund të shkaktojë rritje të kalciumit në gjak, probleme me veshkat, dobësi muskulare, madje edhe çrregullimin në ritmin e zemrës. Kjo zakonisht ndodh nga suplementet, jo nga dielli apo ushqimi. Pse suplementet nuk duhen marrë pa kontroll? Shumë njerëz marrin vitaminë D për siguri pa ditur nivelin e tyre real, por kjo nuk është qasje e saktë. Doza e nevojshme ndryshon nga personi në person, dhe pa analizë gjaku është e pamundur të dihet nëse keni nevojë apo jo. Marrja e tepër për një kohë të gjatë mund të jetë më e dëmshme se sa mungesa. Si ta merrni në mënyrë të balancuar vitaminën D? Burimi kryesor është dielli. Ekspozimi moderuar disa herë në javë zakonisht është i mjaftueshëm për shumicën e njerëzve. Gjithashtu mund të merret nga peshqit yndyror, vezët dhe ushqimet e fortifikuara. Suplementet duhen përdorur vetëm kur ka nevojë reale dhe me udhëzim të saktë. Vitamina D është thelbësore për shëndetin, por nuk është e padëmshme në çdo situatë. Problemi nuk është vetëm mungesa, por edhe përdorimi i pakontrolluar. Kur kuptoni si funksionon dhe mbani balancën e duhur, ajo bëhet një nga faktorët më të rëndësishëm për energjinë, imunitetin dhe shëndetin afatgjat. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.